Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat deklaroi se Internacionalja Demokrate e Qendrës, ICD-CDI, miratoi me unanimitet të plot një rezolutë që denoncon sipas tij farsën elektorale të 11 majit në Shqipëri. Berisha tha se rezoluta u miratua gjatë takimit të forcave të djathta në bregun e Fildisht. Internacionalja Demokrate e Qendrës, e cila grupon së bashku 108 parti politike nga të gjitha kontinentet dhe që ka si seksion të saj në kontinentin europian Partinë Popullore Europiane dhe partit antare të saj. Kjo organizat botërore në konferencën e Asamblesë Përgjithshme të saj të mbledhur 2 ditët e fundit në Abidjan, kryeqytetin e bregut të Fildisht, miratoi me unanimitet të plot, pas një kundërshtim, rezolutën për zgjedhjet për farsën elektorale të 11 majit në Shqipëri. Në këtë rezolut denoncon botërisht atë që ndodhi me 11 maj në zgjedhjet në farsën e 11 majit në vendin tonë. Berisha tha ndër të tjera se ICD-CDI bën thirrje BE-s që të kushtëzoj përparimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit me reforma konkrete zgjedhore. Po ashtu u bën thirrje autoriteteve shqiptare që të krijojnë një qeveri teknike për të mbikëqyrur reforma drejt BE-s dhe për të përgatitur vendin për zgjedhje të reja. CDI-IDC bën thirrje autoriteteve shqiptare që të 1. Zbatojnë urgjentisht rekomandimet prioritare të OSBE-ODIHR përfshi ato mbi barazin në fushat, mediat dhe institucionet e pa-anshme. 2. Ndërpresin ndjekjen politike dhe të rikthej të drejtat e plota për liderët e opozitës. 3. Të krijojë një qeveri teknike kujdestare për të mbikëqyrur reformat drejt BE-s dhe për të përgatitur zgjedhje të reja. 4. Sigurojnë pluralizmin real mediatik dhe akses të barabartë të media për të gjithë forcat politike. U bën thirrje anëtarëve të CDI të dërgojnë një mision verifikimi faktesh dhe vëzhgimi në Shqipëri për të vlerësuar ecurinë e zgjedhjeve për të takuar me aktorët përkatës dhe për të dhënë një vlerësim të pavarur mbi përputhjen me normat demokratike. I bën thirrje Bashkimit Evropian të kushtëzojë përparimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit me reforma konkrete zgjedhore demokratike. Kreu i PD-s tha se denoncimet janë bërë mbi raportin paraprak të vëzhguesve të OSBE-ODIHR, Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, Parlamentit Evropian, Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, si dhe denoncimeve të përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Shqipërisë, të cilët morën pjesë në takimin në bregun e Fildisht. Natyrisht, ajo është ndihmuar edhe me materialet e paraqitura nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në këtë forum që janë zonja Albana Vokshi dhe zoti Belin Kliçi.